Të nderuar shikues, jemi rikthyer në pjesën me personalitetet e ditës për sot dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Do flasim në fakt sot për një temë shumë të bukur, është një temë e lehtë, mund të quhet edhe si një temë verore mbase, sepse do të flasim për librat ose titujt të cilët duhet t'i marrim me vete në pushime për të pasur pushime të bukura dhe njëkohësisht për të lexuar libra të bukur, libra të lehtë. Ndodh shpesh që të shkojmë në pushime dhe të marrim një libër që ndoshta nuk i takon verës, nuk i takon pushimeve, kështu që të dëshpërohemi. Por megjithatë ne sot në studio kemi të ftuara dy vajza shumë të talentuara, që të dyja janë autore të dy librave të cilët i kam dhe këtu përpara meje. Por njëkohësisht me që lexojnë shumë dhe shkruajnë shumë, do të marrim sot këshillat e tyre se çfarë duhet të lexojmë gjatë verës për të ndërlidhur edhe me shkrimet e tyre dhe risitë e tyre të fundit. Nder dhe kënaqësi që në studion ton të kemi Merita Emrullaj dhe Leila Beqiri. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje. Mirësegjetëm, kënaqësia është e jona. Kënaqësi që jeni këtu. Përshëndetje Ariana, ishte me të vërtetë nder dhe kënaqësi, të falenderoj për ftesën. Faleminderit shumë, në fakt është hera e dytë që të dyja jeni në emisionet tona, meqenëse se keni qenë për botimin e librave tuaj, për cilat ju përgëzoj shumë, libra të jashtëzakonshëm, shkrimit të jashtëzakonshëm për të dyja dhe na gëzon fakti që kemi kështu të rinj, të cilët janë ambicios, kanë vullnet edhe i mirpresim gjithmonë në emisionet tona. Atëherë sot të flasim për një temë që e theksova Leila pak më herët, është një temë le t'i themi verore. Kur flasim për leximin e verës, a mendoni që ka autorë të cilët kushtimisht të shijohen më tepër gjatë stinës së verës dhe nëse do të zgjidhnit ju për shembull një libër për ta marrë me vete në pushime, cili do të ishte ai libër? Atëherë në rregull, sa i përket stinës së verës, të gjithë ne e trajtojmë verën si një kohë ku kemi mjaft hapësirë për të lexuar, ku kemi më pak angazhime. Ndaj dhe pikërisht për pushimet verore të dalim në plazh, na nevojitet një kohë relaksi. Tani këtu shija e personave dallon tek njerëz të ndryshëm, është e ndryshëm. Jo të gjithë e pëlqejnë të njëjtin zhanër. Ndaj do të thoja varësisht nga shija e personave, ashtu edhe do t'ju rekomandohen libra të caktuar. Dikush ndoshta preferon librat që janë më të thelluar, pak më tepër nga ana e reflektimit, dikush ndonjë libër pak më të lehtë për të kaluar kohën. Ju personalisht çfarë libri do kishit preferuar për në pushime, ndonjë titull? Me patjetër, unë për vete preferoj libra që janë pak më të thellë, pak më filozofik dhe çdo herë rekomandoj librin e Antikrishtit nga Friedrich Nietzsche, është një kryevepër më vete, s'kam fjalë për ta përshkruar farë vepre madhore është. Sigurisht që do flasim gjëre gjatë në lidhje me këtë temë, por sigurisht të njëjtin opinion e kërkojmë edhe nga Merita, pra cilët mund të jenë ato autorë që shijohen më shumë gjatë verës dhe ti personalisht çfarë libri do të kishe marrë në pushime? Unë zakonisht do me thonë preferoj për pushime ato librat më relaksuese, si që janë do me thonë poezit, apo ndonjë ditar të ndokujt, për shembull libri që kam kalon shumë bresa, që e kam lexuar 2-3 herë, që nga shkolla fillore, është Sikur t'isha djalë nga Haki Stërmilli, është një libër, nuk e di, është një ditar, do me thonë një vajze të quajtur Dije, që përshkruan jetën e saj, edhe sa herë që e lexoj nuk ngopem, them sërish, do me thonë e rekomandoj shumë për ta lexuar. Mandej është Ana Karenina edhe shumë të tjera, do me thonë si libër ditari Ana Frankut, janë më shumë të këto sentimentale. Ndërsa të këto filozofike, si shpërmendje dhe Leila, do me thonë shijet ndryshojnë tek njerëzit, varësisht nga ajo që ka duam të lexojmë. Nuk do kisha preferu që gjatë stinës së verës ta lexojmë për shembull, e kam lexuar një verë të kaluar Metamorfozën e Franz Kafkës. Me thonë është një libër më i ngarkuar ta quaj për ta kuptuar, sepse përshkruan për shembull, siç është me thonë insekti në libër në tregim, 20 faqet e para se si është ngrit, se si ka shku, do me thënë është shumë e lodhshme për verës. Pastaj për stinet tjera, pse jo, është një libër, me thënë, fantastik. Në fakt edhe mua më ka ndodhur, prandaj dhe jam frymëzuar për ta bërë një temë të tillë, për ta ditur qytetarët se çfarë librash duhet të marrin gjatë pushimeve, sigurisht për ata të cilët lexojnë. Më ka ndodhur një herë që në pushime të marr një libër i cili kishte të bëjë me një lloj dokumentari, gjë që as pak nuk përshtateshte me pushimet, edhe kam përshtypjen që duhet më tepër të këshillojmë të rinj, të cilët duan të lexojnë në pushime, të marrin libra të cilët edhe i përshtaten për shembull një plazhit ose detit. Mbi të gjitha, a mendon Merita që klasikët më tepër duhet t'ia lëm dimrit? A mund të lexojnë klasikët verës? Lexojnë, por varësisht do me thonë prej veprave, nëse kanë shkruajtur siç e thash poezi, atëherë pse jo, është diçka e këndshme ta lexosh. Është e shkurtër, ndërsa nëse bëhet fjalë për romane, atëherë ato do me thonë duan një kohë më gjatë, për shembull ta lexosh kur të jetë dimër ose kur të bjerë shi, ajo ka do me thonë atë
modestinë e vetë ta quaj. Ndërsa verës nuk do e kisha rekomandu. Do me thonë verës sa më relaksuese dhe të shijojmë pushimi. Sa më shumë, po. Cili është Leila opinioni yt për këtë çështje e klasikave? Nuk besoj se duhet të ketë një stin të caktuar kur duhet të lexohet një vepër. Unë besoj më tepër në faktin se një libër është libri i duhur për një stin të caktuar, për një periudhë të caktuar, varësisht të asaj se si të ka gjetur ai libër. Shpesh herë ne ndeshemi me një frazë e cila thotë se para se ta lexoj një libër, isha krejtësisht ndryshe, kisha mendime të ndryshme, perspektiva të ndryshme. Mirë, po duke e lexuar, fillon me një herë që të ndryshosh mendimin. Shpesh herë nga ka ndodhur që ndoshta një ide, një fjali, një frazë, një paragraf ka qenë më se mjaftueshme për të ta ndryshuar krejt atë këndin se si ti mendon, se si ti shprehesh. Ndaj pikërisht duke e lexuar librin vijnë këto ndryshime dhe paramendoni kur e përfundojmë një vepër, është diçka madhështore dhe ti të dalësh si një person dhe të thuash unë nuk jam më i njëjti. Kjo vepër ishte fenomenale dhe t'ju rekomandosh të tjerëve, është me të vërtet diçka e pakrahasueshme. Megjithatë kanë ndonjë, meqense folëm se ka autorë të cilët duhet i preferoni gjatë verës, por ka autorë për shembull që do i kishi preferuar që të lexohen gjatë verës ose që nuk do i kishi preferuar. Për shembull ky autor për mendimin tuaj nuk është i preferuar për verës. Apo nuk do të kishte një të tillë, sepse të gjithë duhet lexohen. Po kjo varet në varësisht nga shija e audiencës, në varësisht nga shija e një individi. Për shembull, siç e përmendi edhe Merita më herët, ndikujt i pëlqen poezia dhe pse të mos lexojnë vepra poetike, si për shembull të lexosh poezi me motiv të atë dheut. Të lexosh për vendlindjen tënde është diçka madhështore dhe me të vërtet ja vlen. Por ka edhe prej atyre që shembull preferojnë të lexojnë në prozë, ndonjë tregim, ndonjë roman, për shembull Ernest Hemingway. Pse të mos e lexosh? Ai ka disa tregime fenomenale. Përveç atij kemi edhe Ismail Kadarein, të cilin e kemi pasur prezent gati edhe në kohën tonë. Veprat e tij janë fenomenale, janë në tjetër nivel. Dritor Agolli, edhe Dritor Agolli, Migjeni dhe kështu me radhë. Fanoli, më thon ka shumë, po. Janë ikona, ja vlen të lexojmë, pse të mos i lexosh? Po ashtu ka edhe prej atyre që shembull preferojnë vepra pak më të thelluara, mirë po të gjithë duhet të jenë të hapur, pse të mos marrësh edhe një ide nga një perspektivë tjetër, themi, nga një vepër tjetër. Po, sigurisht. Po megjithatë ka edhe disa autorë të cilët kërkojnë një përqendrim të jashtëzakonshëm për t'i kuptuar, mbasi të jesh e izoluar në një dhomë për t'i lexuar, dhe këto nuk do i kisha preferuar për pushime, apo jo Merita? Po, pikërisht do të thonë kemi, siç e përmenda edhe më herët, Franz Kafka. Veprat e tij filozofike do të thonë janë vërtet të ndërlikuara për t'u kuptuar. Do të thonë dëshiron që ndoshta unë si lexoj vetë në dhomë, edhe analizoj do të thonë çdo rresht. Dhe asnjëherë nuk kam bërë ndonjë faqe skip kështu ta kaloj. Pastaj kemi edhe Fyodor Dostojevskin edhe disa të tjerë që nuk do t'i rekomandoja për pushimet verore. Mandej, që më ka pëlqyer një libër tjetër, është Alkimisti. Edhe ai do të thonë është një libër shumë i mirë, ndonjëherë se përshkruan do të thonë një udhtim aty, ndonjëherë të sarin e vërtet e kemi brenda nesh në shpirt apo para syve dhe nuk na duhet themi aq kohë apo udhtim i gjatë për ta kuptuar. Po, megjithatë edhe Leila sigurisht e ka të njëjtin mendim për sa i përket autorëve që kërkojnë më shumë përqendrim për t'i kuptuar brendësinë e romanit të tyre. Mbase ndonjëherë duhet të lexojë 2-3 herë njëjta faqe për të kuptuar. E këto nuk i kisha preferuar brenda verës. Me patjetër, këto kërkojnë më tepër përqendrim, më tepër fokus dhe siç dihet tani, çdo person, çdo i dyti person fokusin e ka 7 deri 8 sekonda. Dhe të marrësh ti të krahasosh këtë lloj span që i thon 7-8 sekonda me të ulurit dhe të lexosh një libër që kërkon më tepër se aq, është diçka e pakrahasueshme. Ndaj çdo person duhet që të zgjedh një zhanër që i takon tek një kohë e duhur, domethënë siç e theka edhe më herët. Libri i duhur është ai që të gjen në momentin e duhur. Po, sigurisht. Merita po studion mjeksi, kurse Leilën e kemi ende gjimnaziste, pra tani ka përfunduar gjimnazin dhe sigurisht do të jetë edhe ajo studente në vitin e ardhshëm. Të studiosh mjekësinë dhe të lind pasioni për letërsinë. Pra si lindi pasioni për letërsinë tek ti përderisa studion një deg siç është mjekësia? Tregoj me sinqer, do të thonë letërsia ka qenë gjithmonë me mua, por unë nuk e kam ditë themi që e kam si talent apo nuk e kam shpalosur themi që të shkruaja të shumë. E kam kuptu kur bënim hartime, dhe me thonë nga shkolla fillore, gjithmonë i kisha qef, edhe në shkollë të mesme, a ditë kur kishim hartim, unë nuk e merja fare për konsiderat, sidomos të këto temat e lira,
Edhe krejt ato mendimet që e kisha, do thoya 20 minuta nuk e prekja fare hartimin, do koncentrom njerë shka do më vi si inspirim, dhe mandej do nisi që të shkruaj, dhe pastaj kur nisha që të shkruaj, nuk ndalesha 2-3 faqe baronte. Sa më ka ndiku, do me thonë të mjekësia, më ka ndiku të pjesa oratorike, do të quaja. Me thonë, edhe pse ajo e ka terminologjinë e vetë mjekësore, nuk mund është aty ndërhysh diçka të pjesa e letërsisë, sepse mjekësia do me thonë i ka ato termet e ftota dhe cakte që latinisht që ka duhet të thuhen, ato ndërlidhjet. Vetëm po, tek pjesa oratorike më ka ndiku shumë. Edhe nuk mundet për shembull një mjek i mirë të mos ketë oratori edhe mos ketë njohurit, themi, në atë pjesën e të shprehurit. Për shembull, mënyra se si ti shpresh një pacienti, se si ja rekomandon, themi, një këshill ka shumë rëndësi. Nëse ti shpresh në një mënyrë të vrasht apo të ftohtë, ja ndryshon, themi, edhe këndvështrimin e pacientit, se gjëja më kryesore është që t'ja fitosh besimin pacientit, edhe pastaj të vijojë ai që të kurohet tek ti. Po, megjithatë si gjen kohë edhe për të lexuar, megjithëse dim që Fakulteti i Mjekësisë kërkon shumë angazhim, ka shumë provime. Po, zakonisht tregoj me sinqert, tash prej se kam hyrë në mjekësitë përgjithshme viti i parë, vërtet kërkon një përkushtim shumë të madh, edhe nuk është se kam lexuar edhe shumë libra, por në vit lexoj 2-3 libra mos paku. Libri i fundit domethënë që kam lexuar, do ta quaj domethënë histologjinë, që është domethënë një lëndë shkencore mjekësore, por që koha menaxhohet. Koha vetë do me thonë krijohet, edhe shpesh më pyesin se si arrin që ti menaxhosh edhe në mjekësi, edhe me libra, edhe me flaut. Them, ai që dëshiron të bëjë diçka, bën edhe 3-4 aktivitete, ai që e dëshiron. Ai që nuk dëshiron edhe me një do me thonë nuk mundet që të realizohet. Sigurisht do të thonë është e menaxhueshme. Po, patjetër. Lila, do të vazhdosh në cilin fakultet tani pas mbarimit të gjimnazit? Akoma nuk e kam vendosur mirë, po mendoj tek Fakulteti i Europës Juglindore këtu në Tetov. Do të jetë diçka e mrekullueshme, një rrugtim i ri, do të kemi hapa të reja, mirë, po gjithsesi mendoj se pavarësisht lëmis, do të kyqem edhe këtu pak në temën për cilën na foli edhe Merita, mendoj se njerëzimi çdo herë do të ketë nevojë për letërsinë, sepse letërsia tani çdo herë vjen duke edhe ju rritur nevoja, sepse jetojmë në një periudhë të digitalizimit. Dhe siç e dim, në çdo ditë çfarë bëjmë, scroll. Dhe kjo ka një ndikim jashtëmase negativ në mënyrën se si ne mendojmë, nga që ne mësojmë t'i marrim të gjitha informacionet, të gjitha të dhënat të gatshme. Dhe kjo nuk është as pak e shëndetshme, nga që një person për të qenë i shëndetshëm, ta ketë një mendje të kthellur, ka nevojë të lexojë. Dhe pikërisht këtu shihet edhe rëndësia e letërsisë, sepse letërsia e gjen atë vendin e vet, e ka atë rëndësinë e vet, pikërisht kur ajo arrin të zotrojë në mendjet tona, edhe kur libri ka përfunduar. Megjithatë, ti Leila, si gjen kohë krahas angazhimeve të shkollës edhe të lexosh, të merresh me shkrime, të botosh libër, një libër jashtëzakonshëm ky yti. Si e ke menaxhuar ti kohën? Mendoj se për diçka që dëshiron të arrish, çdo herë do të gjesh kohë. Të shkruarit e kam pasur pasion çdo herë, madje edhe të lexuarit, dhe mendoj se ndikim më të madh në mënyrën se si unë shprehem ka pasur edhe veprat të cilat unë i kam lexuar gjatë asaj periudhe. Ato më kanë ndihmuar që të mprehem si një person, të kem pak mendime më të thella, më direkte, dhe mendoj që çdo person i cili ka një synim do të arrijë. Megjithatë, ty Leila, çka të inspiron apo të frymëzon më shumë për të shkruar? Më së shumti për të shkruar më frymëzon, më inspiron vetë njeriu, mënyra se si ne si njerëz me vetëdije, si qenje të vetëdijshme sillemi, se si ne veprojmë, se si ne bashkëveprojmë në shoqëri, dhe nëse mënyra se si ne i kryejmë të gjitha këto është domethënë në suazat të vetë dëshirës son, apo thjesht na imponohet nga ajo shoqëri në të cilën jetojmë. Po. Ty Merita, çfarë të inspiron më shumë për të shkruar? Çdo gjë që është e bukur, edhe shpesh më pyesin se kam shumë vepra melankolike. Shpesh më pyesin, a je tip i mërzitur që shkruan vepra të tilla? Nuk është një e kundërta asaj. Unë jam shumë personalitet i gëzueshëm, qesharake, dhe shkruaj vepra të cilat janë melankolike. Nuk e di pse është ky kontrasti kështu, por që më inspiron çdo gjë e bukur, mund të jetë një vështrim kalimtar, mund të jetë shiu që bie
një filxhani ngrohtë, kështu çka më vjen momentalisht. Mund të jetë ndonjë film, pas asaj që e kam shikuar, të ma ketë dhënë atë idenë për të shkruar. Jo që do ta bëj identike unë, por ai frymëzim që më ka ardhur do ta transformoj në mënyrën time. Megjithatë, të thuaj që është e rrezikshme që të ulesh në kafe me shkrimtare, dhe në këtë rast me të dyja ju, sepse që të dyja keni botuar libër. A ju ka ndodhur edhe juve që dikush t'ju nxjerr një sekret apo t'ju tregon, le të themi, një histori dramatike dhe t'ju thot automatikisht dhe t'ua tregoj, domethënë atë histori dhe ju automatikisht ta keni atë idenë që të merrni një pjesë kushtimisht të vjedhni apo të rëmbeni nga jeta e tyre edhe ja kjo do të jetë kapitullim i dytë i librit tim, pra jeta e dikujt mbase. Po, dhe me thonë, mendoj se autorët janë hajdut apo grabitës të emocioneve, edhe nga historitë të tjerve, që ka ne dëgjojmë, ne themi ta quaj ushqehemi nga ajo që ne do ta kultivojmë, do ta shkruajmë. Edhe çdo herë, dhe me thonë, kam edhe poezinë në librin tim, që ka jam inspiru nga historitë të tjerve, por që i kam transformu rolet, për shembull, i kam bërë shembull djali vajzë apo vajza djalë, edhe nuk kam përmend emra, do me thonë e kam ruajtur atë privatësinë për të cilën histori ma ka tregu personi, edhe e kam shkruajtur, do me thonë, si poezi në këtë rast. Po, e njëjta vlen dhe për ty, Leila, ke marrë ndonjëherë pjesë nga jeta e dikujt për ta bërë në librin tënd? Mendoj se çdo shkrimtar mundohet që në mënyrën më perfekte me mjeshtëri të paraqet në veprën e tij, qoftë ajo në prozë apo poezi, ndjenja nga realiteti, në mënyrë që të kyç edhe lexuesin në atë vepër, që edhe lexuesi ta ndjejë të njëjtat emocione, të njëjtat ndjenja. Mendoj se kjo ndodh, është e vërtet, mirë po të gjithë e kemi atë mënyrën tonë se si shprehemi dhe ndaj kjo ndryshon nga personi në person. Të gjithë kemi ato botkuptimet tona, ato këndvështrimet tona, dhe se të gjithë mundohemi që në një mënyrë të përbashkët të kuptohemi. Besoj të gjithë e kemi pasur atë ndjenjën kur kemi hapur ndonjë libër dhe duke e lexuar kemi thënë, po edhe unë kështu jam ndjerë, sa mirë e pas ka shtjelluar shkrimtari në fjalë. Dhe kjo ndjenjë besoj është e pazëvendësueshme për çdo shkrimtar dhe të gjithë e kemi si synim të arrijmë. Edhe jo rastësisht, do me thonë, të poezi të kam bo në vetën e parë njëjës, që kur ta lexuesi ta marr për vetë afër zemrës tij. Ju ka ndodhur shpesh që të nënvizoni fjalinë në romane apo në libra që i lexoni ose jo? Me patjetër. Çdo herë tek ato gjejmë edhe ndonjë inspirim të themi, një ide lind aty dhe ashtu mund ta vazhdojmë. Si që përmendi edhe Lela më herët, do me thonë, jo vetëm një libër mund të ta ndryshojë këndvështrimin apo pikpamjen tënde, por thjesht një varg i vetëm. Po. Ajo është. Të ndikoj. Po, megjithatë të njohim si studentët e mjekësisë e përmend Melita dhe në anën tjetër disa të njohin edhe si shkrimtare. Ti vetë si do e kishe prezantuar veten? Unë do me thonë cilësoj veten gjithmonë njëri modest, të thjesht, por që do ta cilësoja veten si merita krijuese. Krijuese në shumë fusha, në këtë rastin e, do me thonë, librit, në rastin, më thonë, e mjekësisë, më shumë i takon pjesës e humanizmit, edhe pjesës muzikës për seri artë është edhe ajo. Edhe ajo, po. Gjithashtu, Leila, të njohim si gjimnaziste të shkëlqyeshme, edhe një nxënëse shumë shembullore. Ti si do e prezantoje veten, njëkohësisht edhe shkrimtare, sepse shkruan edhe ti gjithashtu. Po, unë do të doja që të mos kufizohesha brenda një titulli. Unë do të quaja veten si një vajzë, Leila Beqiri, një vajzë kurreshtare për botën të cilën e rrethon, që e rrethon dhe kështu me radhë, dhe do të thoya se mësimi dhe shkrimi janë pjesë të cilat na mundsojnë që ta formsojmë atë mendimin e përgjithshëm. Po. Në fakt, dikuj që kjo pyetje është, domethënë për të dyja, që ende nuk e ka lexuar librin tuaj, çfarë do ju kishi rekomanduar, çfarë do ju kishi thënë? Po, dikuj që nuk e ka lexuar veprën time, nuk do të aftoja me një herë që ta lexoj dhe të merr përgjigje direkte, por do të aftoja vetëm nëse është i gatshëm që të ballafaqohet me vetveten në një dialog, sepse pikërisht këtë dialog ne çdo herë mundohemi ta shmangim, sepse në mendjen tonë kemi të trilluar atë verzionin perfekt, verzionin më modest, më të mirin tonin, idealin. Dhe shpesh herë kur ballafaqohemi me realitetin ne kemi frikë që ta shikojmë veten ashtu siç jemi në pasqyrë. Dhe pikërisht këtu lind ajo ndjenja e parehatisë. Dhe këtë parehati, nëse ne e vazhdojmë duke u munduar që ta njohim vetveten, duke folur me vetveten si njerëz, besoj se do të arrijmë atë nivelin më të lartë të qenit tonë. Kjo, pa shumë e bukur. Melita, ti, çfarë do i kishe rekomanduar atyre që ende nuk e kanë lexuar librin? Për arsye se ka tematika të ndryshme varësisht të personi, shija e personit ku do ta gjej veten.
e kisha rekomandu me thonë të lexoj, të gjej një farë lloj guximi për të qelë në çfarë do lloj stine, sepse gonxhet nuk qelin vetëm në pranverë, por edhe gjatë stinës së dimrit, të shpalosin atë guximin e vet edhe të kenë atë mendimin e vet kritik, do me thonë të bëhen më të vendosur. Po, pra le ta lexojnë Gonxhen edhe njëkohësisht librin e Lelës për të kuptuar më shumë rreth këtij libri. Po megjithatë, Lela kur e përfundove librin, cila ishte pyetja që do dohet ti mbetej lexuesit në kokë nga libri? Do të doja që çdo herë ai të mos mundoj që të arrijë përgjigje të sakta, perfekte, absolute. Nga që përgjigje absolute nuk do të thoja se ekziston, jo në filozofi. Ndaj do të doja që ai të ngelej në mendje me një pyetje të vetme. Kush jam unë? Për çfarë jam krijuar unë? Pse jam unë kështu? Dhe në këtë mënyrë ta gjej vetveten, ta njoh vetveten, unin e vet. Po, kurse Merita, çfarë do kishte dashur të ngel në kokë? Përmenda guximin më herët, do me thonë mos të ndjen, themi, inferior, mos mbyllen në ato grackat e veta, me thonë ta quaj, por të shpalosin mendimet e veta edhe me të tjerët, mos bëhen introvert, kështu. Po. A mendoni se një libër mund të ndryshojë mënyrën se si mendon një lexues? Pak më herët e përmendi Lela që pasi ta kemi lexuar një libër mund ta na ndryshojë qasja për diçka, për ndonjë fenomen ndoshta. Me patjetër, gjatë leximit të një vepre të re ti ballafaqohesh me ide nga një person tjetër dhe çdo herë tek ajo do të gjesh edhe një pjesë të vetes dhe mendoj se kjo ka ndikimin më të madh në mënyrën se si neve na ndryshon mënyra si mendojmë. Mirë, po do doja të shtoja se një libër nuk të mëson çfarë të mendosh. Një libër i mirë të mëson se si të mendosh. Shumë e vërtet, po. Merita, çka mendon ti? Do shtet diçka, me thonë, gjeneratat e reja shoh se nuk i lexojnë lektyrat apo romanet prej fillimit deri në fund, menjëherë marrin internetin edhe hulumtojnë ta gjejnë atë përmbajtjen më të shkurtuar apo pikat kryesore dhe pastaj do të thonë sa për ta shkruar. Ato asnjëherë nuk do të kenë do të thonë mendimin e vet kritik rreth idesë sa asaj përmbajtje, asnjëherë nuk do ta zhvillojnë fjalorin e tyre letrar, edhe për këtë arsye do të thonë qoftë, si që përmendje dhe Lela, një varg i vetëm, do me thonë ndryshon bot kuptimet e tjetrit, e ku më një libër. Dhe tu kisha shtu, do me thonë si këshill, që ti lexojnë librat prej fillimi deri në fund vet, dhe mos marrin, do me thonë, të gatshme nga rrjetet sociale. Ndonjëherë dhe mund të jenë gabim të shkruajtura në rrjetet sociale ose në inteligjencën artificiale. Pajtojnë plotësisht me Meritën. Madje do doja edhe të shtoja edhe diçka, të rinjt e shohin leximin si diçka të detyrueshme, do me thonë ta marr ta lexoj një vepër shpejt e shpejt ta përfundoj edhe të ri rehat. Jo, unë do të doja të shtoja se duhet ta shohin një vepër si diçka të përditshme të jetës. Pse të mos e lexosh edhe një vepër që e ka shkruar dikujt tjetër? Ndoshta aty do ta gjesh vetveten. Sigurisht, dhe mos lektyrat shkollore duhet me patjetër të lexohen që ta krijohet ajo shprehia se si duhet të lexohen. Edhe dallohen ato po që domethënë marrin të gatshme edhe në shkrime, domethënë idetë apo mendimet e tyre, të cilët i kanë marrë janë faqet më të cekta, më të pakta. Mbaj mend nga shkolla fillore kishim ato fletoret A5 edhe në numri i faqeve ishte 36 faqe që me thonë shkruaja krejt për atë mendimet e mia të përmbajtjes 36 faqe. Pastaj ato A4, 15, 16 edhe dallohej ajo se e kam lexuar vet edhe e kam dhënë mendimin tim rreth asaj përmbajtje dhe me thonë idenë time. Po, sigurisht. Por me qenë se jeta është për shumë dinamike dhe po ecë me një ritëm shumë të shpejtë, a mendoni që letërsia ka një rol të rëndësishëm në këtë jetën dinamike tonë të përditshme? Me patjetër, mendoj se letërsia ka rolin më të madh pikërisht tani nga që, siç e cekëm edhe më herët, përmes letërsisë ne mund t'i largohemi atij ritmit të shpejtë, atij kontinualitetit, asaj rutinës, të dalim nga kutia, nga korniza, sepse ne vetëm se jemi mësuar dhe jemi pajtuar me atë rrjedhshmërinë që të rrim me gjërat ashtu siç janë, të mos bëjmë asnjë ndryshim, ajo monotonia e vazhdueshme, kjo çdo herë do të ketë ndikimin negativ. Dhe mendoj se letërsia këtu vjen si një shpëtim të themi, sepse vetëm aty ne kemi lirinë e mendjes, kemi lirinë që të imagjinojmë, të shkruajmë, të mendojmë lirshëm, jashtë atyre kornizave. Po, Merita, do shtojë diçka tjetër për këtë pjesë? Ne nuk është se si individ do me thonë nuk lexojmë, se për shembull ti çdo ditë shkëmben mesazhe me dikë, me prindrit, familjes, lexon ndonjë artikull kështu në telefon, por të lexosh 10-15 faqe në ditë, edhe përgjatë gjithë vitit ti mund të përfundosh
10-15 libra. Edhe tjetër është kur lexon, do të thonë, një libër, edhe tjetër është kur e merr si një farlloj lajmi portalit gatshëm edhe përfundon. Ajo, do të thonë, do ta cilësoja se e shton më shumë imagjinatën tonë edhe e pasuron fjalorin. Po. Do një porosi për të gjithë ata të rinj që thonë që nuk kam kohë për të lexuar, do të kishit? Kur keni kohë ju që merrni edhe me studime, edhe me lexime? Koha, do të thonë, vetë personi e krijon kohën e vet, duhet ta menaxhoj kohën e vet dhe mendoj që për çdo gjë ka kohë, nëse ti dëshiron ta arrish diçka, nëse vendos një synim. I ftoj, do të thonë, që të lexojnë se më së paku një libër në verë nuk do ishte keq, nuk do t'i bënte dëm, përveç se do ta përmirësonte dhe do ta shtonte diturinë atij personi. Po. Me patjetër, pajtohen plotësisht me meritën. Madje do doja të shtoja edhe faktin se leximin nuk duhet ta shohin si diçka të detyrueshme, mirë po duhet ta shohin si diçka që ja kushton vetvetes, një kohë vetëm me vetveten. Të dobishme. Të dobishme për vetveten. Dhe pikërisht nëse ja bëjnë këtë, siç e ceku edhe Merita, madje për një periudhë shumë të shkurtë, qoftë ajo një rresh, një varg, një ide e vetme, një paragraf, është më se mjaftueshëm se sa të mos lexosh fare, sepse ndjesinë që ta jep një libër kur e hap dhe e lexon, nuk mund të ta japin 100 portale online. Po. Përmes shkrimeve të tua, Leila, çfarë do të kishe dashur të përcjellësh si mesazh tek publiku apo tek lexuesi, tek ata të cilët i lexojnë librat e tua? Do të doja që ata të mos e shihnin veten si një pengesë, mirë po si një hapësirë për të bërë ndryshim, për ta përmirësuar veten çdo ditë. Pse të mos jesh versioni më perfekt i vetes sate? Kur jemi këtu tek shkrimet, presim ndonjë libër tjetër të ri nga ana jote apo do të pauzojsh pak? Po, madje tani jam në përfundime si për të veprës së dytë, është si një volum i dytë i veprës së parë, dhe mendoj që ta përfundoj dhe botoj pikërisht në të njëjtin vit si nga veprën e parë, dhe i ftoj të gjithë ta lexojnë, shpresoj që do t'ju pëlqejë. Nëse e kanë lexuar veprën e parë, besoj se e dyta do t'ju pëlqejë akoma edhe më shumë. Sepse besoj që edhe më tepër je perfeksionuar në shkrimet e tua, meqense je jashtëzakonshme edhe në librin e parë dhe ke qenë e tillë edhe në librin e parë. Dhe ne do të mirëpresim sërish në emision për ta promovuar edhe librin tjetër bashkë, sigurisht. I falemnderit shumë, është me të vërtet kënaqësi. Përmes shkrimeve të tua, Merita, çfarë do të kishe dashur të përçosh si mesazh? Pavarësisht, do të thonë, tematikave, se secila tematikë përcjell atë mesazhin e vet. Për shembull, nuk duhet që mirësinë tonë të tjerët të na marrin për dobësi, përse ne sa herë, do të thonë, i falim personat, për s'pari herë, për s'dyti herë, do të thonë, nuk është faji i personit, por është faji jo që ja mundson të bëjë, themi, gabim të caktuar. Pastaj mos marrin vendime kur janë të mërzitur apo nervoz, sepse çdo vendim në një moment jo të duhur shfaq pastaj edhe pasojat e veta, të cilat, më thonë, çdo gabim sot kushton. Pastaj tek temat, më thonë, tjera janë temat e dashurisë, është, do të thonë, një ndërlidhje e bukur e gjithë tematikave që, siç e thash, secila e përcjell mesazhin e vet varësisht nga personi i cili do ta gjejë veten. Megjithatë, poezitë janë melankolike të tuat, Merita. Të pyes dhe unë, pse je kaq shumë e mërzitur? Do më pyesni edhe ju, atëherë të jap një përgjigje kështu për të gjithë, se çdo herë më pyesin, do me thonë, pse je mërzitur, a vuan që shkruajnë poezi, do me thonë, cilat janë të mërzitshme. Them, unë jam e dini, do me thonë, si jam si person shumë happy, shumë e gëzueshme, edhe nuk e di pse më tërheqin ana e kundërt më tërheq, nga ajo çka e shkruaj. Edhe nuk e di, po që jam e lumtur, mund të shkruaj, do me thonë, poezi melankolike. Nëse jam melankolike me pikëlluar, mund të shkruaj poezi të gëzueshme, është e kundërta tek unë. Por mbizotron, do me thonë, ajo çka jam, po dëshira. Me qënë se janë krejt melankolike, nuk kuptohet se janë person i gëzueshëm, do me thonë, pasi që e konsumon vëllimin më të madh, ta quaj. Kjo është në fakt si puna e artistëve, të cilët jetën e kanë shumë mirë të rregulluar, megjithatë kanë dëshirë të këndojnë vetëm balada. Dhe njëjta pyetje ju bëhet shpesh. Edhe pse edhe me poezitë është po e njëjta pyetje. Le themi porosia për në fund ose ndonjë falënderim, Leila, ka do kishte dashur ta falenderosh? Me patjetër, si një porosi do të thoja që në përgjithësi njerëzit duhet që të mblidhin veten. Do me thënë të mos presin për të tjerët që t'i nxjerrin nga ajo vrima erët në të cilën zhyten vazhdimisht, por të marrin veten, të mbledhin veten dhe të marrin jetën e tyre në dorën e vet, sepse ne jemi vetë piktor të jetës sonë. Qoftë ajo e shkurtër sa një piktur kur piktorohet. Dhe si një falënderim do të doja që të falenderoja familjen në radhë të parë për përkrahjen si nga ana financiare,
po ashtu edhe emocionale, Xhaxhai dhe të gjithë familjarët e mi kanë qenë të jashtëzakonshëm gjatë gjithë këtij procesi, të cilët më kanë motivuar madje edhe të vazhdoj me krijimtarinë time letrare. Po ashtu ju falenderoj edhe juve që na përkrahni gjithmonë dhe na jepni mundësinë. Kënaqësia është e jona që vajza si ju gjithmonë t'i përkrahim, që jeni shembull i të rinjeve në qytetin tonë. Dhe cili do të ishte titulli që do të na kishe rekomanduar për këtë verë, Leila? Do të thoja, edhe pse janë vepra pak më të thella, do të rekomandoja Traktat mbi natyrën njerëzore nga David Hume, Antikrishti nga Friedrich Nietzsche dhe një për relaks do të thoja Kush i nemi bjeshkët e nemuna. Është një vepër që ja vlen të lexohet, është kështu më tepër si për plazh. Autor shqiptar duhet ta ketë shkruar këtë sigurisht. Po, patjetër. Merita, ndonjë falënderim, ndonjë mesazh të bukur për në fund? Pajtohem plotësisht edhe me porosinë që dha Leila, domethënë nuk duhet të ndryshojmë për të tjerët, duhet të jemi vetvetja, ashtu siç jemi në përmirësim ndoshta të vetes tonë, po edhe të tjerët të na akceptojnë, të na pranojnë dhe jo ne për të tjerët të ndryshojmë, të dalim nga vetja apo të bëjmë vendime, të marrim vendime të gabuara në jetë. Edhe unë domethënë shfrytëzoj rastin për falenderim, ta falenderoj familjen time që më kanë mbështetur në çdo hap apo në çdo rrugtim që kam pasur në jetë, miqtë e mi të ngushtë, rrethi, profesorët, juve të cilët na zgjidhni domethënë çdo herë që të marrim iniciativa apo tema të këndshme si kjo e sotshmja. Edhe për duken time, domethënë shfrytëzoj rastin ta falenderoj Studio Selva, së bashku me stafin e saj punues, janë një ekip e jashtëzakonshme dhe tash si është sezona, domethënë i ftoj gjithë ata të cilët kanë dëshira apo dasma që të shkojnë tek ajo. Dhe cili do të ishte titulli që do të na kishe preferuar për verës? Për verës sikur të isha djalë është domethënë livri im i preferuar, pastaj të tjerë Alkimistin, Ana Karenina, Leon Tolstoj e shumë të tjera. Domethënë në këto autor do ta kisha sugjeruar. Prej te Merita, presim ndonjë libër tjetër në horizont? Haruam të pyesim. Një herë domethënë përshtyj suksesin e librit parë ende, ndërsa jam domethënë një paraprojektim të një romani, por që mbetet për të parë në vazhdim, mendoj që të kem ose një përmbledhje poetike ose një roman. Varësisht nga ajo se si, domethënë, do të vijoj, do ta shoh më tutje, por që tani do të jem e fokusuar vetëm në mjekësi. Ndoshta pas 2-3 viteve do të vi libri i arshëm. Besoj që do të jetë ndoshta më i kompletuar apo më kurioz për lexuesin, për arsye se kjo është vëllimi im i parë. Ndeshja ime e parë, domethënë me shpalosjen e përmbledhjes time shpirtërore me të tjerët. Besoj që tani si ja kam marrë dorën ta quaj, në libra të tjerë do të jenë ndoshta edhe më të plotësuar apo s'di si ta quaj. Sigurisht po. Vajza, unë ju falenderoj shumë që ishi pjesë e emisionit tonë dhe falenderit edhe një herë theksoj që kemi vajza si ju, të ri si ju, të cilët din të na bëjnë krenar me sukseset e tyre dhe mirëpresim sërish në emisionet tona për të trajtuar tema të bukura dhe ju dëshiroj vetëm suksese në jetë. Shumë faleminderit, nëse ishte e jona. Të falenderoj shumë, me të vërtet nder dhe kënaqësi. Faleminderit, nderi ishte yni. Të nderuar shikues, ishte pra edhe kjo pjesa me personalitetet e ditës dhe tema për të cilën sot kemi folur, ndërkaq besoj që këto rekomandime për të lexuar gjatë verës dhe titujt e përshtatshëm për sinën e verës dhe për pushimet do i keni parasysh përpara se të niseni për pushimet dhe nëse keni atë dilemën se cilin libër ta marrim apo cilin titull, cilin autor ta kemi me vete në këto pushime. Atëherë ne do të bëjmë këtu një shkëputje për të rikthyer në pjesën e fundit të emisionit edhe për sot.